Ditën e sotme, Inspektorati i Përgjithshëm bëri të mundur shpërndarjen 143 tabletave për inspektoratet qendrore për të vetmi qëllim që inspektorët poshtë të inspektorateve qendrore dhe inspektorateve rajonale të kenë në funksion të tyre këto tableta me qëllimin e vetëm që realizimi i inspektimit në terren të realizohet konform të gjithë kushteve dhe kërkesave të ligjit 99 të vitit 2024. Ne si Inspektorati i Përgjithshëm jemi të vendosur që trupat e inspektimit të inspektorateve qendrore dhe atyre vendore dhe rajonale do duhen që të kenë kushte optimale në përmbushjet të tyre si inspektor. Dhe kjo fal dhe mbështetjet e buxhetit shtetit nga ana e qeverisë shqiptare dhe vetë të zotit Rama, kryeministri i Shqipërisë, i cili po tregon një përkujdesje të veçantë që të krijohen sa më shumë mundësi kushte më të mira pune për të gjithë inspektorët. Dhe përgjatë vitit 2026 përsëri do të kemi një parti tjera me tableta të cilët do të vihet në dispozicion këtyre inspektorëve qendror dhe rajonal dhe atyre vendor. Dhe për buxhetin përsëri të vitit 2027 dhe përgjatë vitit 2028 do të vazhdoj që të kemi mundësi nëpërmjet buxhetit të Inspektoratit të Përgjithshëm që të ketë mundësi që të kemi përsëri tableta dhe të gjithë mjetet e tjera të nevojshme që i nevojitet çdo inspektori. Unë si inspektor i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë garantoj të gjitha inspektoratet qendrore, ato rajonale dhe vendore që të bëjnë të pamundurën që të çdo inspektor të punojë në kushte optimale për të përmbushur detyrën e tyre sipas ligjit 99 të vitit 2024 për inspektimin. Jam i bindur që çdo inspektor nga dita e sotme e në vazhdim do të tregoj përgjegjësi, do të tregoj integritet për të përmbushur detyrën secili ja kërkon ligji. Pajisja e çdo inspektori me tableta për të përmbushur detyrën e tyre funksionale sigurisht vjen dhe për shkak sepse brenda një periudhe disa mujore do të përfundoj i gjithë digitalizimi dhe sistemi e inspektimi do të jetë në kushtet optimale për të përmbushur detyrën çdo inspektor, ku çdo inspektor do të në bazë të këtij sistemi nuk do ketë më mundësinë që të shkojë të bëjë një inspektim në çdo subjekt në të fushën veprimtarisë së inspektorateve në mënyrë do të thosha fragmentare, por do të jetë në mënyrë të përzgjedhur nga sistemi, që do të thotë në bazë të indikatorëve të rrezikut. Nuk është në individi apo inspektori i cili zgjedh subjektin i cili do të inspektohet, por është sistemi në bazë të rrezikut i cili përcakton se kush subjekte në vërtetërinë e tyre do të inspektohet nga trupa e inspektimit. Pra, që do të thotë digitalizimi, sistemi e inspektimi në kushtet optimale do të bëjë të mundur që çdo inspektor pastaj të jetë më i qartë në përmbushjen e detyrës nga ana e tij